Bravo, 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 bravo. Tani, do kthehemi tek loja. Po. Cila është shpeza më e madhe në tokë? Shpendi. Pelikani, albatrosi, struci, lejleku. Më duket se është albatrosi, por nuk e di çfarë është. Si e ka pamje? Cila është shpendi më i madh në tokë? Pelikani, ke parasysh pelikanin? Po, ka gojë. Ai bardhi me atë, është. Albatrosi është ky fluturon kundër erës në det, është zogu stuhis quhet. Struci. Po. E ke parasysh strucin apo? Po, struci. Dhe lejleku. Po. Dhe cila nga këto është më e madhja? A i ke parasysh të gjitha këto shpend? Albatrosi nuk e di, si pamje. Si pamje? është me mustaqe, është pak keshur. Albatrosi, mja po të thotë Gjaxhigoni, po të ndihmoj unë. është më i vogël nga këta të tre. Okej. Por mos mund t'jetë dhe pelikani? Tani Gjaxhigoni të tha, e rëzoj një, të lash tre alternativa tani. Po. Do e marim 50 me 50 që të shikojmë? 50-50. 50 me 50, edhe ti e okej me mua. Atëre 50 me 50. Struci dhe lejleku. Struci. Përgjigja ime përfundimtar është në C. Struci. Si e gjete? Ose Se di. ti s'na theq parë. Së di. Ha? Po, E ke parë strucin ti? Po tani mu kujtua kompletësisht pamja. Qa mendimi ke për strucin? Që është me i madhi. Me i madhi, bravo. E sakt!